simpatizant, mysafir të nderuar, Partisë për Prosperitet Demokratik. Mirë se erdhët në tetovën tonë, në tetovën që do rinin sot me ju këtu. Dhe marr guximin në emrin tuaj ta përshëndes kryetarin tonë të nderuar, zotin Abdurrahman Ariti. Shqiptare në Tetov dhe kudo në Maqedoni. Po ashtu, më lejoni që të përshëndes përfaqësuesin e Partisë Demokratike Shqiptare nga Shqipëria, zotin Misto Marko, shkrimtar dhe doktor. Dhe ju lutem, a ka fjalë më të ëmbël se dy rrokshi rini? Atë ëmbëlsi, sot këtu e sjellim përmes në kryetares së Prosperitetit Rinor, zonjushës Sadia Aliti. Bashkim pra, vetëm me rini mund shohet një gjatësi. Ftoj zonjushën Sadia Aliti.
Ren. Ju falenderit. Fitoria do jetë se PPD është vetëm një. Dhe tashi një qikës që ta ambientohemi këtu, në të mjedis, në të pranit madhe njerëzish, grupi valleve shoqërisë kulturalistike Ibe Palikuqi nga Shkupi. Ministri ynë më i ri, i denjë dhe i paluhatshëm për komp, për rini, për parti, sekretari ynë general Zoti Naser Zyberi. Dërgoj flamurin vej, delu. Të nderuar zonja, të nderuar zotrinj, të nderuar të tovar, ndjej kënaqësi të posaçme që sot kreu më i lartë i partisë, kandidatët për deputet, për këshilltar dhe kryetar komune, gjenden para këtij auditoriumi madhështor. Edhe ne flasim shqip. Por ne edhe mendojmë shqip. Kështu si që jeni të bashkuar sot, kështu si që jeni në Partinë për Prosperitet Demokratik,
Kështu të jemi edhe ditën e votimeve. Kështu të jemi ditën e votimeve, që më në fund të gjithë matrapazve dhe kalimtarve të rastit politik, që themi stop. E ne do t'ju themi stop, sepse jemi të bindur se vetëm politika e jonë është politike drejtë. Është politike cila është politikë e cila ofron e nuk përçan. Është politikë e cila ofron prosperitet e jo dekadencë. Është politikë e cila thot se dhe pas ditës së votimeve fqiu duhet mbetet me fqiu, miku duhet mbetet me mikun, vllau duhet mbetet me vllaun. Për ne nuk janë armiqet të tjerët. Për ne nuk janë kundërshtarët të tjerë. Për ne ata janë vetëm njerëz, të cilët e kanë humbur kompasin dhe të cilët një ditë do të pendohen. Për ne janë vetëm ata, të cilët derdhën gjak që të hyjnë në kuvent, dhe kur s'mundën që ta thonë asnjë fjalë, dolen prej atje për rrogat edhe sot e kësaj dite i marrin. Për ne janë ata, të cilët se gjetën vendin atje, dhe sot dëshirojnë që t'i marrin kuvendet e komunave. Por ne do t'ju themi stop, se ata që s'ditën që ta qelin gojnë kuvent, nuk do t'din që ndërtojnë as komuna. Ne jemi parti e cila donë që populli shqiptar të bashkojë. Ne jemi parti e cila me votën tuaj donë që hap perspektivë këtij populli në Maqedoni. Donë që ta bëjë zot vetvetes. Donë që ta bën zot i cili do t'i dalë hisës së vetë Maqedoni. Por jo shqiptari kundër shqiptarit, por shqiptari kundër të tjerëve. Me këto vota, populli shqiptar Maqedoni definitivisht do të ndërpret një politikë e cila çon të përçaj parti, të përçaj fe, të përçaj kom. Partia për Prosperitet Demokratik ish partia e parë, ish partia më e fortë, mbeti partia më e fortë, sepse ju e mbajtët. Ata të cilët mbahen me gënjeshtra, ata të cilët vllaut i thonë armik, ata të cilët mbahen me drogë, ata të cilët bashkëpunojnë me Arkanin, nuk e kanë vendin në Tetov. Dhe ju, me 17 nëntor, me votën tuaj të lirë, do t'ju thoni stop, se nuk është perspektive jonë. Partia për Prosperitet Demokratik është partia e cila ju ofron ardhmërimë të mirë, ju ofron universitet, ju ofron liri, ju ofron barazi. Rrot PPD-ja, fitore!
Me kënaqësi e pranova unë dhe shokët e mi të Partisë Demokratike e Degës të Bogradecit ftesën e Partisë për Prosperitet Demokratik të Strugës dhe këtu të Tetovës. Mbrëma fola në tubimin e Strugës, po kur më erdhën miqtë e mi nga Struga dhe më ftuan edhe në Tetovë, e pranova me një gëzim të madh. Pse? Sepse Tetova dhe fusha përreth është jo vetëm fusha e betejave legjendare të Gjergj Kastriotit në shekullin e 15, por ajo është edhe fushë e betejës për dritë, për zjarin kulturor të Universitetit të Tetovës, i cili do të bëhet flakadant për kulturën shqiptare. Vi të përshëndes këtë tubim si një nga nisëtarët e Partisë Demokratike në Bogradec dhe kryetar i tribunës kulturore Feja e Kombi, i cili u ngrit me njerë pas shembjes të diktaturës me nismën e intelektualëve të Strugës dhe të Bogradecit. E shikoj se edhe partitë, ashtu si besimet fetare, duhet të bjenë në marrëveshje për një, ashtu si partitë për një Zot, për një Perëndi, edhe partitë si besimet fetare për një Zot, për një Perëndi, edhe partitë për një atë fe. Kombi duhet jetë në themel të dashurisë dhe të punës së tyre. Këtë kam parasysh se në ditët e vështira të vitit 1992, kur ne sapo kishim dalë nga diktatura, ishin antarët e Partisë për Prosperitet Demokratik, që nga ardhë nga Struga e na ndihmuan në ditët e vështira përpara zgjedhjeve. Ato na ndihmuan me makinat e tyre të bëjmë propagandën tonë për liri demokraci. Ato na ndihmuan me traktorët e tyre të livrojmë tokat e mbetura djerë pas katërimit të SMT-ve tona. Dhe sipas zakonit shqiptar, nderi lyp nder dhe besa lyp des. Megjithëse marrëdhëniet tona për shkaqe ndërshtetërore nuk u zhvilluan ashtu si shpresonim prapës e prapë, ne i vazhduam lidhjet tona, sepse më tepër se lidhjet zyrtare, mbledhjet tona, ne krijuam midis nesh miqësinë tonë, dashurinë. Ishim në kohë të diktaturës të panjohur dhe u njohëm. Ishim të armiqësuar nga diktatura dhe u miqësuam. Ishim të panjohur, u bëmë vëllezër, ashtu si jemi në të vërtetë prej një gjaku. Antar, simpatizues të Partisë për Prosperitet Demokratik, mirë se erdhët në tubimin tonë promovues. Aty ku shkruhet, aty ku thuhet, të bashkuar, rilindje kombëtare, aty është Partia për Prosperitet Demokratik. Kaluam sfida, kaluam kurtha, por PPD-ja e fort qenë ka PPD-ja. PPD-ja shqiptarit i dha guximin, politik
intelektual dhe këto trole, shqiptari me PPD-n është më shqiptar se kur do herë. PPD-ja, shqiptarët me PPD-n, më shumë se asnjëherë, mbajtën, kultivuan, promovuan kulturën e tyre, mbajtën më shumë se kurdo herë, tubime, akademi shkencore, duke i shënuar datat historike, figurat historike, dhe duke u ndëjtur gaditu flamurit dhe himnit kombëtar. Shqiptarët me PPD, më shumë se asnjëherë, shkuan në Tiranë dhe Tiranës atë erdhe në Tetov. Asnjëherë s'kemi pas më shumë shkuarje dhe ardhje Tiranë-Tetov, Tetov-Tiranë. Çka do thotë kjo? Kjo do të thotë se krijuam kushte dhe hapëm shtigje demokracisë. Harruam si duket Beogradi, tash më shumë shohim si frymon Tirana. Partia për Prosperitet Demokratik bëri që shqiptarët të kenë më shumë flamurtara, më shumë besa dhe më shumë shkëndija. PPD-ja shkoj me deputetët e vetë dhe është në parlament për të artikuluar dhe për të bërë zëvënës i çështjes dhe ështjes shqiptare në Maqedoni. Dhe nëpërmjet këtij të instalohet fort të instalohet në Këshillit të Evropës, në Asambletë e NATO-s, në Union të Evropës, në Union Interparlamentar, në OSBE e kështu gjetiu. Dhe kjo rrugë e definuar në program, kjo rrugë e konfirmuar nga faktori relevant shqiptar dhe faktori ndërkombëtar, është rrugë që bën PPD-n të fortë. Dhe atëherë, pyesim, kush janë ata? Kush janë ata të mirë? Kush janë ata grupacione, ata individ që mund të shkatërrojnë PPD-n? Jo, atyre nuk u japin PPD-n edhe pse duan ta mbajnë firmën tonë, edhe pse i kanë shtuar një shë, por ajo shë është shërri i madh për shqiptarën. Të nderuar qytetarë, të nderuar pjesëmarrës, puna e parë e ky arkitektit ti do t'jetë që ta zgjeroj këtë shesh, se kur mban tubime PPD-ja ky shesh është i vogël. Sot, në këtë tubim përshëndetës, dal edhe njëherë para jush, me mesazhin me të cilin e nisa fushatën zgjedhore. Bashkë për Tetov të rilindur. Për një Tetov me tregti dhe ekonomi të zhvilluar. Për një Tetov me universitet të institucionalizuar. Dhe me një Tetov me shkëndijën në Europë.
çdo qytetar do të prosperoj në arsim, në kulturë dhe në jetë. Për një të to, që do t'jetë sofra e gjithë shqiptarve, zemra juaj. Të nderuar qytetar, ky është motivi që më shtyri të vej kandidaturën për prefekt. Ky është misioni që me ndershmëri dua ta kryej për Tetovën, për të gjithë bashkë. Ju jeni ata që mund të jepni udhë këtij misioni dhe pikërisht ju, me votën tuaj të lirë, të shtrenjtë e të shenjtë. Me programin tim, unë i flas bindjes suaj, i flas dëshirës suaj, unë i flas vullnetit tuaj demokratik dhe të lirë, dhe besoj se pikërisht tek ju do të gjej mbështetjen, sepse ky është programi juaj, programi të ardhmes tuaj, i hallave dhe shqetësimeve tuaja, i dëshirave tuaja, i vizioneve tuaja, sepse gjithçka që ju kam premtuar të bëj për Tetovën, e di se mund të bëj vetëm bashkë me ju dhe do të bëj. Oponentët që nuk patën program, dalën para jush me sharje, sepse vetëm sharjet i kanë program. Dhe unë e di se ato sharje do të shkojnë atje ku e kanë vendi. Unë nuk doa të shaj asë njeri, dhe nuk pak doa të shaj shqiptarin, sepse neve në lindi një nëna shqiptare. Unë dalë me mesazhin e vllazërisë me shqiptarëve, me mesazhin e prosperitetit për të gjithë shqiptarët, me mesazhin e punës dhe të djesës si dritë e jetës sonë. Oponentëve tanë në këtë fushat u lëshoj vetëm një porosi: lani duart sa herë që të takoheni me njerëz të popullit dhe që doni t'i mashtroni, sa ato duart i keni të ndyer me asmërinë ndaj shqiptarëve. Unë duart i kam paq ndaj Tetovës, ndaj shqiptarëve. Dhe në fund, po për lirindjen shqiptare, po për Partinë për Prosperitet Demokratik, dhe bashkë për Tetovë të ririndur. Ju falenderit. Qytetarë të nderuar, të nderuara zonja dhe zotëri, sot në këtë tubim Partia për Prosperitet Demokratik mbyll fushatën parazgjedhore. Në këtë tubim marrin pjesë antarët, simpatizantët e PPD-s nga të gjitha viset shqiptare në Maqedoni, nga Privetja Krusheva, nga Ohri e Manastiri,
Kumanova e Shkupi, Petova Gostivari, Kërqova Struga Dibra dhe tjerë. Marrin pjesë të gjithë qytetet dhe viset e banuara me shqiptar këtu në Maqedoni, të cilët pikrisht kjo parti, pikrisht Partia për Prosperitet Demokratik, në vitet e para të krijimit të saj si lëvizje politike dhe demokratike, i zgjoj politikisht shqiptarët, i mblodhi grush një parti dhe u bë zë i vërtet i tyre. Aty ku bëhet politika, aty ku zbatohet politika, dhe gjithkund botë ku duhej afirmua dhe mbrojtur çështja shqiptare në Evropë dhe në Amerikë. Atëherë ishte i fortë zëri shqiptarëve, sepse gjithë shqiptarët ishin bashkë politikisht. Edhe sot që jemi bashkë këtu, që do të mbetemi bashkë kurdoherë, keni ardhur të dëshmoni se zëri shqiptarëve do të jetë vetëm zë i fortë, dhe me këtë do të kenë vetëm një parti të fortë, dhe me këtë shqiptarët do të jenë politikisht fortë. Kjo e përbën garancinë më të madhe, kjo përbën sigurinë më të madhe për shqiptarët në rrugën e tyre për të realizuar aspiratat e lidhura në programin e Partisë për Prosperitet Demokratik. Në programin që hartuan vetë shqiptarët, në programin që mbron fatet e gjithë shqiptarëve. Rreth e rrotull viseve me shqiptarën këtë fushat zgjedhore, kaloj edhe një hordhije e personave pa vlerë. Mesazhet monstruoze, mesazhet makabre dhe anti-shqiptare të saj kanë një drejtim: ti përçajnë dhe ti shkatrojnë shqiptarët, që edhe këtë shekull në të cilin hinë, ta gabojnë hapin historisë, ta humbin shansin e historisë, ta humbin veten. Ata janë porositur nga dikush për ta bërë këtë. Ata dhe të din kë kanë padron. Mos që mashtrojnë britmat e tyre që i mbulojnë me patriotizëm të rejshëm. Mos të trembin qirmat e tyre, si janë ulurin të egësirës paracotjes. Dhe rrujni demagogjisë tyre në cilin kanë veshur dhe vetën. Ju të nderuar qytetarë dhe ne të gjithë e di se jetën tonë politike dhe nacionale me gjithë egërsim dhe marrën e tyre po përpiqen të ndotin disa persona pa vlerë, të cilët dështimet dhe frustracionet e tyre duhet të shërojnë duke bërtitur dhe duke bërë tregtime ndjenjat patriotike dhe fetare shqiptare. Bile dhe me flamurin shqiptarin tonë. Vetëm ju mund të shpëtoni veten nga kjo e keqe me votën tuaj, duke votuar për Partinë për Prosperitet Demokratik. Partia e cila i zgjoj shqiptarët që i ringriti shqiptarët, dhe jo ata që duan të shkatrojnë shqiptarët. Prandaj, ju thras gjithve, bura dhe gra, pleqe të ri, nxënës dhe student, punëtor dhe intelektual, që të na bashkoheni, sepse ne, në vend të rrugës, ju thrasim në institucione. Në vend të sharjeve dhe përsharjeve, ju ofrojmë miqësi dhe bashkëpunim. Në vend të euforisë dhe patetikës, ju ofrojmë patriotizëm të mençur. Në vend të gënjeshtrave, ju ofrojmë vërtetën. Në vend të fjalëve boshe, ju ofrojmë punë, gjes dhe dije. Sepse çështjen tonë të madhe, ne shqiptarët,
nuk mund ta zgjidhin duke sharë njëri tjetrin, duke përpitur rrugëve. Sepse çështjajohen mund të zgjidhet vetëm me punë dhe me dije. Sepse vetëm me punë dhe shkollim ne mund ta zgjidhim çështjen tonë të madhe dhe do ta zgjidhim. Këtë ua garanton Partia për Prosperitet Demokratik. Dhe prandaj, ne themi se ju nuk jeni vulkan, sepse vulkanet shpërthejnë dhe shuhen. Ju jeni lumi qetë që e din rrugën e vetë, dhe ju e dini rrugën. Faleminderit. Jugostivari si e një.